Ndërhyn sërish në Bregdetin e Durrësit për të vijuar aksionin e shembjes së ndërtimeve të konsideruara pa leje, por mes objekteve të prekura, ndodhej edhe një subjekt privat që sipas dokumentacionit zyrtar gëzonte të gjitha lejet për funksionim të ligjshëm. Subjekti Shtëpia e Luleve Kamelia SHPK, që ushtronte aktivitetin si beach bar, hotel dhe dhoma plazhi, ishte pajisur me leje për strukturë shërbimi në stacion plazhi në datën 29 maj 2023, e miratuar nga Këshilli Kombëtar i Territorit dhe e firmosur nga sekretarja e këtij institucioni, zonja Ledja Tota. Shembja e lokalit beach bar nga Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit është vetëm fasada e një skeme shumë më të thellë, ku ligji nuk zbatohet për të gjithë, por vetëm për ata që nuk kanë mbrojtës politik. Në qendër të kësaj maskarade qëndron Fatmir Metaj, drejtori i ekzekutimit të vendimeve pranë KMT-s, një funksionar i akuzuar publikisht për shpërdorim detyre, korrupsion dhe ekzekutim të vendimeve mbi bazë klienteliste dhe financiare. Por kulmi i skandalit nuk është vetëm shembja e një lokali, por mbrojtja flagrante e një ndërtimi tjetër pa leje në pronësi të Helidon Gjikokës, mik personal i Fatmir Metajt. Ndërkohë që në lokalin beach bar vendimi ekzekutohet me urgjencë dhe eskort policie, për ndërtimin e Gjikokës nuk ka vendim të prerë për shembje. Fatmir Metaj ka refuzuar të prek, duke përdorur një argument të frikshëm që duhet të alarmojë çdo qytetar dhe institucion në këtë vend. Nuk e prek dot atë objekt, se Helidonin e mbron vetë Rama. Kjo deklarate e ardhur nga një zyrtar i shtetit është rrëqethse. Ajo është provë direkte e kapjes së institucioneve dhe zëvendësimit të ligjit me autoritetin e klientelës politike. Por emri i Helidon Gjikokës nuk përmendet vetëm si hajdut. Ai lakohet prej kohës si pjesë e mafjes së pronave në jug të Shqipërisë, ku me metoda abuzive, falsifikime dhe shfrytëzime të lidhjeve me pushtetin, janë uzurpuar prona publike e private në vijën bregdetare. Prania e tij në këtë skenë nuk është rastësi, është pjesë e të njëjtit model. Kapës territoresh, legalizime të paligjshme dhe mbrojtje me bekim politik nga lart. Durrësi sot është vijimi i asaj që ka ndodhur në Dhërmi, Jal, Ksami, Lemëgjer, ku pronat ndahen me porosi, betoni hidhet pa frikë dhe qytetarët shtypen me eskavator, ndërsa mafiozët me kostume marrin mbrojtje nga strukturat e shtetit. Fatmir Metaj nuk është thjesht një zyrtar i korruptuar, ai është hallka operative e një strukture të rrezikshme që lidh administratën, krimin dhe pushtetin politik në një zinxhir të vetëm abuzimi. Nëse Shqipëria nuk reagon ndaj këtij skandali, atëherë çdo vendim, çdo institucion dhe çdo betejë për një shtet ligjor është vetë se fasad, sepse siç dëshmon ky rast, kur shteti e përdor ligjin për hakmarrje dhe e pezullon për miqt, nuk është më shtet, është një regjim klientelist me fytyrë mafioze.